Ashtu si në të gjithë botën, edhe në Kosovë, shpeshtësia e infertilitetit apo pa aftësisë për të ardhur deri të një shtatzani e një çifti është rreth 10 deri në 12%, varësisht prej faktorëve si popullata dhe grup mosha. Me avancimin e të arriturave të fundit shkencore dhe me aplikimin e teknologjive të reja, Kosova po bën përpjekje të vazhdueshme në këtë drejtim, kështu u shpreh Dr. Albert Lila, ginekolog obstetër. Mund të them lirisht se si në krejt botën, edhe në vendet e rajonit, në Evropë, edhe në Kosovë, incidenca ose shpeshësia e infertilitetit, që më mirë me thonë e pa aftësisë për me marrë ditë një shtatzani e një çifti, sillet në përqindje dhe e den 12% varësisht edhe prej popullatës dhe grup moshës e cilat është target. Në këtë drejtim, Kosova po bën përpjekje të vazhdueshme me avancimin e të arritjeve të fundit të reja shkencore, me aplikimin e teknologjive të reja. Sipas doktorit Lila, është shumë i rëndësishëm fakti që Kosova po i bashkohet familjes së madhe europiane, ku sistemi shëndetësor karshi sfidës së infertilitetit është i organizuar si në sektorin privat ashtu edhe publik. Më rëndësishme që Kosova po i bashkohet familjes madhe europiane në cilën sistemi shëndetësor karshi kësaj sfide, domethënë është i organizuar si në sektorin privat, se që ishte deri më tash në mënyrë shumë të fuqishme i organizuar, kishim për kokë banori numrin më të madh qendrave të trajtimit të infertilitetit ose të IVF-it në rajon. Aktualisht, Kosova prej vitit 2025 prej janarit ka startu me shërbimin edhe në sektorin publik. Dasht e padarsh du të pranu që kjo është e arritur në vendimarrjes në Ministrinë e Qendrësisë edhe në SHSKUK, sepse si shërbim i tillë për herë të parë po ofrohet popullatës, mund të thonë edhe në Kosovë, po edhe në trojet shqiptare, sepse edhe anej kufinit nuk ka shërbim të sektorit publik. Kjo na jep na gëzon, na jep kurajë dhe besimin e fortë që profesionistët shëndetësor në Kosovë do të jenë gjendje të ballafaqohen edhe më fuqishëm në trajtimin e një problematike të tillë. Shpeshtësia e rasteve të infertilitetit mund të shpjegohet nëpërmjet faktorëve të ndryshëm, duke vënë theks se ky fenomen prek njësoj si faktorin femror, ashtu edhe maskullor. Kjo incidencë ka që shpesh të rasteve mund shpjegohet me shumë faktorë, ata janë nga më të ndryshmet, por ato që dua t'ja përcjellë sot dëgjuesit, teleshikuesit Syri Vizion, është që ajo është e barabartë në përqindje duke prek edhe faktorin maskullor edhe faktorin femnor. Edhe na duhet jem koshient ka kësaj problematike që edhe adresimi, edhe diagnostikimi dhe trajtimi është paralel, është gjithë përfshirës që përfshin edhe babën edhe nonën. Sepse ishte praktike gabune në për vite, kur me shumë vite shkonte vetëm nona, shkonte vetëm gruaja në diagnostikim dhe në trajtim, duke në shkalu rolin dhe faktorin maskullor. Mes tjerash, doktori Lila tha se në ditët e sotme në praktikat e përditshme, rutin është që çifti të futet në bashkëbisedim me profesionistin shëndetësor, nga ku fillon edhe procesi i diagnostikimit, hulumtimit dhe gjetjes së zgjidhjes adekuate.